Jemi kthyer përsëri bashkë miq, në fakt unë ndjem pak si në ciklet sepse do të flasim përsëri për bukurinë, por me personazhe vërtet të bukurisë, aq më tepër kur flasim për bukurinë e Durrësit, do të kemi në studio për të folur pikërisht për këtë. Besoj se e keni parasysh edhe batutën e famshme të Arben Imamit në filmin Në çdo sin kur thotë të gjitha vajzat e Durrësit të bukura janë. Pra ishte ideja që mblidheshin gjitha dhe personifikoheshin tek bukuroshja e Durrësit, që është e famshme sigurisht, dhe kjo tregon vërtet se në historinë e vet Durrësi ka pasur krenari bukurinë. Tani edhe për vajzat, edhe për djemt, kështu që por gjithmonë është trumbetuar më shumë bukuria e femrave. Kemi në studio të freskët fare, sapo janë zgjedhur Miss dhe Mr. Durrësi, janë në studio me ne, janë zgjedhur këtë të premte që shkoj, pra është Katerina Abdullaj, Miss Durrësi, mirësere, Miss i 14 i Durrësit, paktën në historinë se si është organizuar si aktivitet, dhe Erald Faruku, Mr. i 14 i Durrësit. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Në fakt, është vërtet, unë jo më kote solla këtë batutën e filmit, sepse vërtet Durrësi shquhet për bukurinë. Ndjeni privilegjuar që jeni edhe më të mirët e bukurisë së Durrësit, apo jo? Ndjemi krenar sepse përfaqësojmë qytetin tonë, një qytet me vlera, me arkitekturë të mahniqme, me histori shumë të rrallë, mund të them, dhe jam të vërtet shumë e lumtur që e fitova këtë çmim dhe përfaqësoj qytetin tim. Një qytet Bregdetit, me gjithë edhe natyror, por edhe asaj çfarë ka bërë dora e njeriu, sigurisht ja ka dhënë bukurinë. Dhe kjo reflektohet në rastin konkret edhe tek ju. Po ashtu le të themi. Në Durrësi është mbajtur gjithmonë për ikonat e bukurisë, kurse thatë edhe ju. Edhe kjo ishte edhe një ndër arsyet sepse ne vendosëm të merrnim pjesë, që t'i bashkëngjiteshim edhe ne të paktën si pretendent për të rrëmbyer këto trofe, por që në fund dolëm fitues. Çfarë aktivitete ishte? Si u organizua, si erdhe deri në momentin final të shpalljes fituesve, sepse unë për fatin tim e njoh organizatoren e Miss Mr. Durrësit, zonjë Muzejen, e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme në këto vite për ta mbajtur gjallë një traditë kaq të bukur siç e ka Durrësi, se jo gjithë qytetet e kanë traditën e organizimit, pothuajse vit për vit të këtij aktiviteti. Atëherë është shumë e vërtet, Muzejin Konduri producentja ishte ajo e cila e ka bërë me gjak këtë event, sepse vërtet Durrësi mbahet për ikonat e bukurisë, por që kontributet dhe sponsorat janë shumë të pakët. Por ajo asnjëherë nuk ka hiqur dorë dhe mbi të gjitha ka këmbgul që ky event do vazhdoj traditën e tij, edhe disa breza në vazhdim të paktën, kështu premton ajo. Kështu që ajo në këtë formë nisi, në këtë formë vazhduam edhe ne të jepnim atë kontributin tonë. Donim vërtet ishim pjesë e këtij eventi, sepse ka goxha vlera, Durrësi ka vërtet shumë vlera, është qyteti i dytë në gjithë Shqipërinë, kështu që pas Tiranës normalisht. Kështu që duhej patjetër diçka e tillë, diçka madhështore. Ajo ishte një ndër eventet cilët unë kam marrë pjesë në disa, por ishte event jo vetëm bukuri, kishte kulturë mbi gjitha, kishte mësim, leksione për ato që dinin normal të vlerësonin. Jo vetëm ai që dinte ta vlerësonte diçka të tillë për një muaj rreth që ne kemi bërë prova aty, askush nuk ka dalë i humbur. Por kjo është definitive. Çfarë eksperiencë është për një vajzë si ju që të ketë një mundësi të ballafaqohet sigurisht edhe me vajzat e tjera, sepse tani kanë ndryshuar pak konceptet, Katerina, nuk është më vetëm fakti që t'jesh e bukur dhe mund t'jesh Miss. Duhet të jetë një mendje e bukur në një imazh të bukur. Atëherë, ishte konkurenca midis vajzave, ishte shumë e fortë për këtë vit, gjitha kishim karakteristika me të vërtet shumë bukura, dhe nuk e di, do them përzgjedhja ishte me të vërtet e mahniqme nga zysha Muzejen. Tani e mbretëresha e bukurisë Durrësit. Çfarë ka ndryshuar në jetën e Katerinës? Për shembull, unë si Katerinë nuk është se kam ndryshuar dhaj shumë. Okej, në rregull, për shembull. Ndoshta për ty jo, po tani kur hyn në oborrin e shkollës, është pak më ndryshe, shikimet janë pak më ndryshe, gjithashtu afrohen njerëz që nuk e prisja që të më afroheshin. Ka ndryshuar tani, edhe ata që mbase nuk u kanë, po themi nuk u kanë dashur në thonjza, por tani janë gjithë me vëmendjen tek ti. Po. Po e jeton, po e shijon këtë eksperiencë? Le të themi.
Është më ndryshe me Eraltin, sepse është pak më i mapa, po themi në moshë, në universitet, po gjithsesi besoj se edhe tek ti ka ndryshuar shumë gjëra. Po, ka ndryshuar, realisht unë përveç pjesës që triumfova si minister, unë merresha edhe me modeling dhe vazhdoj të merrem për disa vitesh tashmë. Edhe pikërisht deka që unë studioj inxhinieri mekanike, përbëhe për një pulsie të madhe të meshkujve, edhe mbi gjitha një inxhinier është absurde. Absurde le të themi që t'i kushtoja shumë rëndësi imazhit. Po, tani flasim inxhinier mekanik, ideja është e atij që merret me hekurat, dhe sigurisht është këtë koncept ndryshe nga ajo çfarë. Po, njëri intelektual mbi gjitha. Si bashkohen të dyja bashkë? Ka një harmoni shumë të lezetshme kur e shikon në një këndvështrim tjetër, kështu që kur shkova në universitet ishte një wow për ato, domethënë edhe pedagogo që wow, të dalë një ministër në universitet inxhinierisë. Është absurde për ato, por që ja vlejti e gjitha ajo punë, gjitha ajo sakrificë, por mbi gjitha argëtim që patëm edhe ne. A është një mundësi për një trampolin kjo, sigurisht që mis Durrësi, Durrësi nuk është një qytet i vogël që, siç ishim dikur, që nisim që nga miset e lagjeve deri tek miset e mbaja pastaj. Po gjithsesi është një mundësi, për çfarë do ta shfrytëzoni? Cila është ambicia juaj gjithmonë flasim në fushën e bukurisë, por siç është Eraldi në modeling, ndoshta mund të jetë edhe kjo një mundësi për. Po është një promovim, mund të themi, edhe për më vonë, sepse ky titull Miss Durrësi jep një mundësi edhe mua apo edhe vajzave tjera që do vazhdojnë që ta marrin, për të vazhduar më tej me modelingun, sepse siç tham, Durrësi është qyteti i dytë në Shqipëri, është një qytet shumë i fuqishëm. Nëherë projektohet, në fakt janë më shumë të Durrës se në Tiranë, për shkak siç tham, pra të gjithë është qytet turistik, ka më shumë kontakte edhe për shkak të lëvizjeve të shumta që ka aty dhe është sigurisht një mundësi e madhe. Ambicia e Katerinës kush është? Modelingu, pse jo ta përfaqësosh pak në një rang më lart në bukurinë shqiptare, në Miss Shqipëria, më pas pse jo për të synuar edhe arenën ndërkombëtare. Po do doja që të vazhdoja edhe më vonë për modelingun, përderisa e fitova një çmim përse jo dhe më vonë çmime të tjera. Ndërsa unë do merrja shkas nga ajo fjalia juaj, që thatë nga Miss Lagja, pastaj më tutje. Por më në rastin tim ndodhi e kundëra, duke qenë se unë 4 vite modeling nuk ishin pak, edhe sfiluar për disa marka ndërkombëtare dhe evente, punime në televizion, dhe më kisha një vetë besim në skenë, por kjo nuk ishte një kthim pas, si kurse e morën disa të tjerë, që Erald po kthehesh pas në kokë të gjithë, duhet ta kisha bërë që në fillim, sepse duke qenë se Durrësi kanë nxjerrë goxha element me vlerë dhe po ta shohë një pjesë e mirë televizioneve shqiptare, i ka mbushur, domethënë janë element talente të zbuluara nga vetë Durrësi, doja domethënë që prezenca ime aty të jo të jepja maksimumin, sepse unë ky që jam, por që doja kisha një nivel, isha i kualifikuar për aty, sepse doja të jepja rëndësinë e duhur mbi të gjitha. Kështu që ja dolëm, tani kemi një përgjegjësi të dyfish, sepse ishin një juri prej 12 antarësh, cilët normalisht rënë dakord. Se mendoni se u zgjodhen ju? Atëherë, unë mendoj që më zgjodhen sepse për vetë faktin që ndoshta ai vetbesimi im në skenë, buzëqeshja pambarim në skenë, edhe jo vetëm në skenë, sepse juria na ka parë edhe pothuajse çdo ditë, ndërkohë që ne bënin prova, vinin, na shihnin, por mbase aty i panë gjitha vlera që duhet tregonin një durrsak dhe një durrsake. Kështu që Okej. Na trego pak më shumë, mos rri kaq e ngushtë në qendrim. Je Miss, shijoje këtë, mos e unë e kuptoj sigurisht edhe pak atë emocionin e është dalja e parë apo jo. Po. Ty pse mendon se të zgjodhen më të bukurën e Durrësit? Nuk e di, do them ishte shumë e papritur për mua, nuk është se e prisja. Edhe ndodhi, ndoshta edhe nga që është ecja, shikimi pak a shumë, buzëqeshja, këto. Në vajzën doja të thonë diçka, se vajzën ndoshta e kanë pushuar edhe ato emocionet. Doja diçka tipike, sepse tek top teqja vajzës nuk i përmend emrin. Ishte një lapsus, edhe u bën 9 vajza. Kështu që dhe mbi gjitha vajza 9, që ishte Katerina, doli dhe triumfuesja. Është një detaj që cila edhe pse mund ta demoralizonte çdo që t'ishte aty, domethënë wow, nuk u futa, kupton? Çfarë ndjeve në atë moment kur bënte dhe
Kur u bën 8 edhe nuk ishte emrim, unë ndjeva shumë keq, mund të them, sepse nuk arrita 8-ën, por më vonë erdhën dhe më lajmëruan që do hysh. Atëherë në ato momente u gëzova pa mas, thash, wow, ishte shumë e çuditshme, sepse ishin 8 çiftet edhe nuk e prisja që të hyja dhe unë dhe të bëheshim 9. Kur hyt dhe vendoset merrit pjesë për të fituar hyt apo? Po, patjetër. Unë atë kisha fiksionim, kështu që e kisha bërë të qartë edhe konkurrentëve. Kemi disa foto, Eraldi në fakt për shkak të angazhimit të tij në modeling ka foto goxha profesionale, Katerina ka foto nga momenti I kuriorizimit si Miss Durrësi, sigurisht tani me shpresën që t'ja bësh gati partnera në krah Eraldit në modeling, flasim gjithmonë. Këto janë pamjet, janë set fotografish të realizuara Erald? Po, këto janë një set fotografish të realizuara nga një ndër fotografët më të mirë shqiptare. Patjetër, është fotografi Sonika Elson, I cili është goxha I talentuar, domethënë njihet, ka një eksperiencë disa vjeçare. Edhe të ishin pikërisht ndoshta atë natë pasi përfundoi gjithë eventi, akoma për gjumësh, akoma të rritur për gjumë, e pikërisht në atë moment më telefonon Soni që thot, na duhet patjetër një set fotografik se ti triumfove. Kështu që ishte nuk zgjati, domethënë shumë çështë orësh kur ky set fotosh u realizua. Në sa Katerinën kemi foto, sigurisht tani thash, ne presim foto të tjera profesionale, si modele, por pa harruar shkollën. Kështu që, okej, regjia mund na sjellë disa momente nga aktiviteti, sepse janë foto sigurisht të natës ndarjes së çmimeve. Si e përjetuat, si ishin emocionet e një nate finale, siç ishte ajo e Miss Durrësit? Katerina? Shumë, ishte një lumturi e pamas, edhe për mua dhe për familjen time gjithashtu. Si thash edhe më para nuk e prisnim që unë të fitoja dhe për këtë arsye u lumturuam. U habitëm në fillim se kur tha emrim ngela pak si e shtangur, nuk e prisja prandaj. Shko në herë familjet janë kundër këtyre evenimenteve të bukurisë, do mos prindrit, sepse është mentaliteti. Jo, s'është ndoshta vetëm mentalitet, po prindi gjithmonë krijon një lloj tutele ndaj vajzës, sidomos ndaj fëmijëve. E patët, e kishit gjithë mbështetjen, ishin dakord që ata ishin dakord që ju të ishit pjesë një aktiviteti të tillë bukurie që gjithë Durrësi ta kishte vëmendjen tek ju. Kur ju thash prindërve të mi në fillim që do marr pjesë sepse më përzgjodhi Zysha Musejen në shkollë, dhe më thanë që në rregull ke marr pjesë, por nëse nuk fiton asnjë çmim, atëherë mos u mërzi, do të them. Kjo ishte Kjo ishte frika atyre, kjo ishte frika atyre vetme që nëse unë do mërzitesha në fund. Vetëm kjo. Se më bëri shumë përshtypje. Përzgjedhja është bërë, kanë ardhur vetë stafi organizator, I kanë zgjedhur nëpër shkolla, nëpër institucione, si është bërë përzgjedhja? Përzgjedhja për mua personalisht ishte në shkollë. Erdhi Zysha Muzejen dhe përzgjodhi shumë vajza që kishin gjatësinë e duhur, tipare gjithashtu. Pastaj u filluam edhe provat më vonë. Gjithashtu dua të falenderoj shumë edhe profesorin I cili na ndihmoi shumë me koreografinë dhe Zyshën Muzejen përsëri, sepse bën një punë me të vërtetë shumë të shkëlqyer, ishin shumë të përkushtuar ndaj asaj që bënin. Sa në rastin tim konkret ishte kundërta sepse unë isha ai që aplikova. Kisha disa kërkesa në fakt një herë azi sepse më kërkonin të merrja pjesë në disa evente kombëtare brenda Shqipërisë dhe në Kosovë, por që doja shumë të jepja një kontribut qytetit tim, sepse jam shumë njëri sikur se thotë muzeumi, për cilën ndoshta ato vlerësova më shumë, I kushtoj shumë rëndësi traditës. Edhe ajo gjithmonë na thonte që nuk duhet trembemi nga e bukur. Traditës, çfarë kishte si element traditës ky Miss I radhës, pra, Miss I radhës? Traditës, ne shqiptarët dim ta respektojmë gjithmonë familjen dhe gjërat e tjera, domethënë I kushtojmë shumë rëndësi moralit. Edhe në atë event kishte gjithçka që duhet për të qenë diçka plot moral. Një publik I cili duhet të rokiste me plot kënaqësi, jo fjalë të tepërta, as komente të pavend, kështu që kjo mund të ishte e gjitha. Domethënë muzejeni na thoshte që njerëzit nuk duhet të tremben nga e bukura, sepse kohërat e fundit po tregojnë të kundërtën, sepse po përdorin imazhin e jashtëm për qëllime të tyre. Edhe ajo ndoshta për të na vlerësoi më shumë. Dhe motoja sa jo vetëm të bukur tregonte, nënkuptonte gjithçka që ajo donte të thoshte. Në kohë që shohim edhe fotot ku ju merrni kurorën, që sot e keni në kokë, si e menaxhuat se tani edhe shkollë,
Erali ndoshta ka pak eksperiencën dhe ka filluar t'ja bëj mirë hizmetin edhe pedagogëve atje që të mos i krijojnë probleme kur të mungojnë ndonjëherë. Sa e vështirë është edhe shkollë edhe të angazhohesh për 1 muaj, a? Po, ishte 1 muaj. E filluam, si që thashtë edhe më parë, me përzgjedhje në shkollë. Më vonë, pas i mbaron të shkolla, gjithmonë çdo orë duhet ishim për të provat. Dhe ishte pak e vështirë, sepse kishte ditë kur kishim provime të ndryshme dhe ishte pak e vështirë, më them, por përsëri ja dolëm banë. Po kjo do thotë nuk ka ndryshuar diçka në impenjimin në shkollë, apo? Jo, asgjë, objektivi im është që ta vazhdoj shkollën. Dua që të fitoj një diplomë edhe për më vonë, sepse shkolla është ajo që nevojitet në jetë në këto momente. Sigurisht. Ju keni një histori të veçantë, sepse ju vini nga Greqia, keni pasur sigurisht vite, nuk e dini se keni lindur atje apo keni jetuar për një kohë gjatë dhe si ishte të merresh pjesë në një aktivitet bukurie në Greqi, jeni angazhuar apo? Jo, as pak në Greqi nuk është se jam marrë me këto aktivitetesh. Ishte pak e vështirë sepse kur erdha në fillim këtu, tani u bën 2 vjet pothuajse, por kur erdha në fillim po ishte pak e vështirë. Imagjino se sa fat ke pasur dhe sa vlerësim të kanë dhënë, sepse për 2 vjet që ke ardhur nga Greqia ju ke rrëmbyer çmimin e më të bukur të Durrësit, kështu që. Gjitha ishte edhe një vajzë italiane. Vajzë italiane që jeton në Durrës? Po. Edhe fitoj Miss Shoqëruesja e dytë, më duket? Po. Shoqëruesja e Dorën greke, a? Nuk është vetëm Durrësi, pra pas kemi mise edhe ndërkombëtare në Durrës. Tregon rëndësinë e atij eventi, domethënë që donin shumë persona, ishim 90 konkurrentë fillim. 90 konkurrentë. 90, plot 90 dhe nga ato filluan seleksionime. Mbi gjitha konkurrentët vajza ishin jashtëzakonisht shumë të forta, shumë të mira. S'do thotë që ti e ke pasur më të lehtë, a? Jo për të vlerësuar, por që ishin vërtet, vajza kaq të vogla në një trup 1.80 është dhe jo vetëm trupin, ecjen, intelektin, ishin plot 90% e tyre ishin mesatare 9.6, 9.8, domethënë ishin studente të shkëlqyera dhe jo vetëm të bukura. Kështu që prandaj thash që në fillim ka ndryshuar tërësisht koncepti ne para pak ditësh, 3-4 ditë më parë po diskutonim pikërisht për organizimin e Miss Univers, pra që bëhet përzgjedhja elementëve shqiptarë dhe një nga kushtet kryesore që tani është në institucionet ndërkombëtare të bukurisë është që përveç se elementi të bukurisë është edhe përgatitja sigurisht intelektuale e secilit prej atyre që përfaqëson. Prandaj është shumë e rëndësishme sigurisht edhe angazhimi në shkollë dhe të gjitha këto sigurisht i bëjnë të kompletuara pastaj misit edhe mist. Po, sepse nëse dëshiron diçka shumë, atëherë përpiqesh që t'i arrish gjitha. Ju e dëshironi shumë këtë fushë? Po, unë them se po. Pra, sepse kthehemi edhe një herë tek ajo pyetje, çfarë do të bëni tani? Ja, okay, që të premte jeni Miss dhe Mr. Durrësi, çfarë do të bëni tani? Shtrohet pyetja, çfarë? Apo do të vazhdoni jeta vazhdon normalisht, sigurisht me ëndra më të mëdha apo ato ëndra që keni pasur edhe para se të zgjidheshit Miss? Vazhdon me ëndra më të mëdha, sepse përderisa morëm një. Është ëndra më e madhe e Katerinës. Flasim gjithmonë në fushën e bukurisë, dhe në ndoshta në modeling. Atëherë në modelingun do të pëlqente të vazhdoj për më vonë dhe të isha në pasarelat Parisit, Milanos, New Yorkut. Këtë e ndëron çdo vajzë, sepse sepse çdo njeri është i bukur, do të them, çdo njeri ka karakteristikat e veta, çdo gjë e bën, çdo njeri jemi ndryshe të gjithë, por me bukurinë tonë. Ndërsa unë doja të theksoja që pikërisht tani që ne u përzgjedhëm, kemi një përgjegjësi dyfirë sepse me datë 15 korrik mbahet dhe Miss e Ministër Turizmi. Kështu që aty jemi, përfaqësojmë Durrësin, kështu që kemi një vëmendje të sigurt. Ai aktivitet shumë interesant. Ajo është, domethënë, Muzei Konduri është producentja e cila ka patentë. Jo vetëm i bukurisë, por sidomos i bukurisë tonë, si vend. Po, ajo është për gjithë trevat shqifolse, do jenë konkurrent nga Maqedonia, nga Malizi, nga Kosova, do jenë konkurrent nga gjithë trevat shqiptare, edhe ne jemi aty Durrësi, përfaqësojmë Durrësin aty, kështu që duhet t'japim maksimumin ton, duhet t'rregojmë që pikërisht ajo uri që na përzgjedhi kishte të drejtë që na votoi ne. Kështu që pas këtij eventi un kam dhe një kërkesë tjetër, përfaqësoj Shqipërinë në Men Universe, në Republikën Dominikane në Karaibe, cili është pak pezull, sepse akoma nuk kam vendosur se çfarë të bëj me këtë kërkesë, për shkak të angazhimeve, domethënë
këtij kompeticionit radhës Mister Turizmi. Vetëm për shkuar deri në Republikën Dominikane nuk do ishte keq. Po, e vërtet kjo pjesë për qenë këtë Mirë, kjo ishte thjesht për ta thyer pak. Megjithatë, sigurisht të bëhet ajo që është më e mira edhe për ju edhe për aktivitetin sigurisht. Unë jam mësuar gjithmonë që kudo që të shkoj të jap maksimumin tim, sikur se vendosa edhe tek Mister Durrësi, kështu që doja që edhe për përfaqësimin e Shqipërisë në Men Universe, me që të flisim për Miss Universe është për Men Universe, doja që ishte përfaqësim dinjitoz, kështu që ai jam unë ai që duhej për atje dhe duhet. Paktën nga kjo bisedë, ndoshta është pak, por unë mendoj se absolutisht e keni merituar dhe jeni denj edhe për më tej. Kështu që unë ju uroj shumë suksese, ju falenderoj vërtet për që zgjodhët dhe ishit për herë të parë pas çmimit në studion time, pra në studion tonë të këtij emisionin Mëngjesi, dhe ju uroj që herën tjetër kur t'ju takoj dhe kur t'ju kem përsëri në studio të keni arritur shumë nga ato ëndra që sapo kanë nisur nëpërmjet këtij aktiviteti, dhe unë e falenderoj dhe e përgëzoj zonjën Konduri që ka arritur të mbajnë këmbë një institucion bukurie siç është Miss dhe Mister Durrësi, dhe ka arritur të zgjedhë dy element kaq simpatik dhe si përfaqësues të bukurisë Durrësit. Faleminderit shumë. Falenderojmë dhe doja t'jap edhe një mesazh që t'i kushtojnë më tepër rëndësi jo vetëm bukurisë, por që t'jap një vëmendje të veçantë këtyre eventeve të tilla, sepse vëmendja po përkushtohet diku tjetër kohërat e fundit. Shpesh herë ndodh, në fakt, ndërkohë që ka kaq rëndësi edhe jemi një popull kaq i vogël dhe kemi nevojë për promovim të trinjve, talenteve, le të themi. Mbi gjitha. Faleminderit Katerina. Faleminderit ju. Faleminderit Erald, ishte kënaqësi që ju kisha këtu. Gjithashtu. Faleminderit. Miq, vërtet shumë e këndshme kjo bisedë, unë ndjeva shumë mirë, në fillim unë ndjeva pak biciklet, sigurisht përballë dy elementeve të bukurisë, sigurisht që ndjehesh pak në biciklet. Megjithatë, unë ndjeva mirë, më bën të ndjehem mirë edhe Miss e Mister Durrësit.